Nxënësit në shkollën 9 vjeçare të Dragoçit në Posrib detyrojnë që t'i sjellin nga shtëpitë e tyre drut për ngrohje, duke qenë se sasia me cilën janë furnizuar në dhjetor të vitit kaluar ka mbaruar. Disa klasa kanë probleme, sidomos me drut, se tash na janë mbaru edhe drut nëpër shkollë dhe na duhet me i pru edhe për shtëpitë, edhe kjo është një problem shumë i madh edhe për ne, sidomos edhe për tana klasat që janë brenda rrethit shkollës. Situata në shkollë është një gjë katastrofë në këtë vend. Dru s'kena, na druti marrën për shtëpitë, stufat janë fort në rregull, qesin timin katëron. Në drejtori i shkollës së Dragoçit Hysen Bajraktari tregon se ka vështirësi për ngrohjen sepse sasia druve ka mbaruar, ndërkohë që në shkollë janë vetëm bombulat me gaz, por nuk janë vënë në eficiencë sepse mungojnë reflektorët. Në shkollën tonë problemi i drunit është që është delikat. Ne jena furnizuar me dru në fillim dhjetorit me 2 ngarkesa. Sigurisht disa racione për të cilat drejtori ka firmos. Mas vitit të ri ne jena një situatë vështirë sepse ta janë marru thuajse. Po këtu ka një ngatres. Në gjysmë dhjetorit bashkia na ka prunë gaz me qëllimin e ngrohjes. Mirë pata nuk kanë prunë reflektorët. Dhe është kriju një situatë e pakëndshme. Tash ne në këto kushte kërkojmë që na zgjidhet ky problem. Ose me gaz, ose me dron. Fëmijët binë sepse këta komunitete janë njerëz që duan shkollën dhe ata faktikisht kush 1, kush 2 dhe si thot populli kanë bën derman. Por ne kërkojmë që bashkia në një nga alternativat e mundshme, sepse në këtë rrethana për këta është mjaft e vështirë. Nëse kjo situatë vjen e tillë në shkollën e Dragoçit me mungesa për ngrohjen, atëherë komuniteti i nxënësve dhe prindërve mundet që të nisin protesta.